Me rastin e kremtimit të 60 vjetorit të formimit të klubit të futbollit Vardar të mërkurën në stadiumin e qytetit në Shkup, u zhvillua ndeshje miqësore mes Vardarit dhe Partizanit të Beogradit. Ndeshja përfundoi me rezultat 1-1. Të parët në epërsi kaluan mysafirët në minutën e 54 kur Lepovic shënoi autogol, ndërkaq Vardari barazoi në minutën e 75 me golin që e shënoi Perendia. Në këtë përballje gjithashtu edhe grupi i tifozëve Komitet festua 20 vjetorin e themelimit, duke i dhënë atmosferë festive kësaj përballje, por në një pjesë të lojës ata kanë djegur një flamur të grupit të tifozëve të Sloga Jugomagnatit Shfercerët që pretendonin se kishin marrë prej tyre. Por antarët e Shfercerëve përgënjeshtruar për Alsat se Komitet ua kanë marrë flamurin. Tifozët e Vardarit e kanë bërë të njëjtin flamur, kopi, i njëjti është e kanë djegën, ata e kanë dëshmuar dobësitë e veta, na kanë idol neve. Flamuri ja ku është, nuk është i djegët. Komitet dhe Shfercerët janë tifoz rival që nga koha kur Sloga Jugomagnati garonte në ligën e parë dhe ishte kampion shtetëror.